Fitoria e Faton Pecit dhe rrjedhimisht humbja e Arjan Tahirit në garën për të parin e Mitrovicës së Jugut kanë qenë ndër rezultatet më të komentuara të balotazhit. Por vëmendja mbetet ende tek kjo komunë, edhe pas të dielës, pas zhvillimeve në qendrën komunale të numërimit. Për dyshimet ka folur edhe kryesuesi i kësaj qendre që vjen nga radhët e PDK-s Jahir Sumiqi. Janë 10 vendvotime, 10 kuti të cilat janë hapur dhe në të gjitha ka shpërputhje dhe ka dallime në mes të numrave serik dhe në mes të numrave të vendvotime. Dhe pak më vonë, Partia Demokratike e Kosovës zyrtarisht ka kërkuar rivotim në këtë komunë. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovicë do të paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa menjëherë pas kësaj konference. Sepse vetëm një proces i drejtë dhe i pastër mund të garantojë legitimitetin e rezultatit zgjedhor dhe besimin e qytetarëve të Kosovës në këtë proces dhe në demokracinë në Kosovë. Gruda, duke komentuar reagimin e kompanisë slovene që kishte shtypur flet votimet, tha se nëse bëhet fjalë për gabim teknik, kjo nuk nënkupton që procesi nuk duhet të përsëritet. Nuk mund të thonë ka ndodhur një gabim teknik dhe nuk do ta sanojmë atë. Kjo është nëse do të marrni krahasim sikur me shtyp flet votime dhe me harru me shkruaj Partia Demokratike e Kosovës. Sepse ky gabim teknik ka ndikim thelbësor në rezultatin zgjedhor. Por nënkryetaria e kuvendit nga vetëvendosja, Albulena Haxhiu, po beson se ky sistem është si pasojë e humbjes së PDK-s në Mitrovicë. Dhe kur dështimi është kaq flagrant, natyrshëm kombinimi i dështimit të PDK-s dhe disa hibridëve del sërish në skenë. Tani me që nuk arritën të fitojnë as në terene, as përmes studiove televizive, duan ta marrin rezultatin në tavolinë, por Mitrovica ka folur. Faton Peci nga VV dhe Guxa ka fituar zgjedhjet në Mitrovicën e Jugut me mbi 2000 vota më shumë se kandidati i PDK-s Arjan Tahiri.